Në episodin e sotëm të rubrikës Trotuar, pjesë e emisionit të përjavshëm e diell, ndodhi një moment që nuk kaloi pa u vënë re nga publiku dhe rrjetet sociale. Protagonist të këtij çasti u bën gazetari dhe opinionisti i njohur Bledi Mane dhe Marsiela. Ish konkurrentja e spektaklit të dashurisë Përputhen, të cilët krijuan një situatë sa të papritur, aq edhe të komentuar. Gjatë bashkëbisedimit mes tyre, atmosfera u bë më e çlirë dhe flirtuese, deri në momentin kur Bledi Mane vendosi ta puth Marsielën. Ky veprim shkaktoi reagime të menjëhershme në studio, ndërsa Marsiela, mes buzëqeshjesh dhe batutash, u shpreh se donte t'i linte një shenjë simbolike në faqe Bledit, duke e kthyer momentin në një situatë edhe më pikante. Pjesë nga debati që ndezi studion. Bledi Mane, po që bën sikur s'do? Marsiela, dua t'i lë një shenjë Bledit te faqja. Pas këtij shkëmbimi, Bledi Mane nuk nguroi të reagojë me stilin e tij karakteristik, duke e shoqëruar situatën me humor dhe deklarata që ngjallën të qeshura, por edhe habi. Bledi Mane, faleminderit për të dyja puthjet. Të premtoj që do t'i kthej. Vitin tjetër do të avancoj më shumë. Nuk dua të jenë dëshmitar Nevina apo Laerti, por yjet. Nga ana tjetër, Marsiela e mbylli momentin me një deklaratë ironike, që u interpretua nga publiku si një përmbyllje simbolike e rrugëtimit të saj televiziv këtë sezon. Marsiela, unë e përmbusha misionin këtë sezon, u përputha me Bledin. Ky episod u bë menjëherë viral në rrjetet sociale, ku ndjekësit nisën të ndajnë video dhe komente, duke e cilësuar si një nga momentet më të papritura dhe argëtuese të trotuar. Mbetet për t'u parë nëse kjo ishte thjesht një shaka televizive apo një histori që do të vazhdoj të diskutohet edhe në episodet e ardhshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.